Ndikimet që kanë të bëjnë sepse çdo gjë shkon në rrugën e duhur, për disa gjëra mund të jenë të lodhshme, por të kënaqshme në fund dhe kanë mundësinë dhe kohën e tyre. Ajo do të kemi një ndikim sot, nuk duhet të nxitojmë për të përfunduar më njëherë ato që filluam dje. Duhet të vëzhgojmë. Dielli, hëna e re, e ndjeshme dhe eklipsi në Luan kanë hapur një portë të re me temat e Luanit, siç është zemra, dinjiteti, dashuria, krijimtaria, pushteti, ndryshimi, vendimi dhe shprehja. Sot mund të ndjeni ndikimet më të mëdha në këtë drejtim, sepse disa biseda që mund kemi në ditën e djeshme që kanë filluar marrin kuptim sot, por dhe nuk është momenti për të nxituar. Në astrologji, dita pas eklipsit është si pas një shprehje që do të thotë ndikim, do të thotë vazhdimsi. Dhe kjo do të thotë drita e syrit duhet të mësohet me dritën e re. Në të njëjtën ditë, me ndikimet që kanë bënë Luani, Ujori, Demi, Akrepi, sidomos edhe Diçi të tretë, kanë të bëjnë shumë edhe me disa çështje, ndryshimesh të mëdha që lidhen me takimet, lidhen me punën aktuale dhe